nga Kavaja, nga Rogozhina, nga Vora, nga Kamza dhe nga i gjithë Tirana, ku do filloj fitoria e madhe e Partisë Socialiste. Po sigurisht, betejat elektorale, ashtu si dhe betejat e tjera, nuk fitohen në sprintin e fundit. Dhe sot ka filluar sprinti fundit 30 ditë deri në fitore. Po fitohen në maraton. Dhe në këto 3 mandate, Edi Rama dhe kjo skuadër ka treguar që janë maratonomak politik për Shqipërinë dhe me Shqipërinë. Betejat fitohen kur punon për njerëzit, kur ke vizion, kur ke alternativ, kur ke një lider që di ç'bën, që punon për shtëpinë tonë të përbashkët që është Shqipëria, dhe jo për shtëpinë e tij apo për rrugicën e tij, si kemi parë. Dhe kjo është beteja me Shqipërinë në Europë, apo aty ku kemi qenë në gropën e atyre nga ku s'dolën dot as vetë. Ky është mision historik, të bëhemi gjithë bashkë siç jemi në këtë shesh, misioni historik që të bëjmë realitet ëndrrën e paraardhësve tanë dhe amanetin për fëmijët tanë, ta bëjmë realitet dhe për ata që nuk mundën, ata që kaluan kufirin e mbetën andej në përgardhe e u vran, ata që kaluan detin dhe nuk mundën, sepse mbetën në det, ata të tjerët që punuan po nuk ja dolën. Sot Shqipëria është Shqipëria Europiane dhe në 2030 ne do fitojmë në 11 maj me Edi Ramën, me Partinë Socialiste, me numrin 5, fitore për Shqipërinë dhe me Shqipërinë.